kundër asnjë absenim. Kështu që urime president. Agim Ademi është rizgjedhur kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës edhe për një mandat tjetër 4 vjeçar në krye të futbollit. Konstatojmë se kuvendi me shumicë. Pas një vot kundër me aklamacion, Ademi mori besimin e 52 delegatëve edhe për një mandat të ri. 4 vjeçar 2026-2030. Kryetari aktual i FFK-s ishte kandidati vetëm në garë për të rizgjedhur pasi mblodhi shumicën e nënshkrimeve, duke i pamundsuar një kandidati tjetër për të hyrë në garë kundër tij. Ademi është kryetari i FFK-s që nga viti 2018 dhe ky do të jetë mandati i tij i tretë në krye të Federatës së Futbollit të Kosovës. Në kuvendin zgjedhor të 5 shkurtit, si rëndëm pa praninë e medjave e gazetarëve të sportit, morën pjesë 52 delegat nga 56 sa u tha të jenë pjesëmarrës nga komisioni verifikues. Pasi mori besimin e të gjithë kuvendarëve, Ademi falenderoi ata dhe u premtoi kushte e infrastrukturë më të mirë, varrin e centralizuar dhe edukimin e licencës pro për trajner. Jam shumë i lumtur që i kam të gjithë kuvendin, të gjithë komunitetin e futbollit që janë më shumë se 50.000 veta, në këtë rast më shumë se 50 veta në kuvend, dhe jam shumë i lumtur që janë unik, dhe e kanë prek rezultatin, e kanë prek sinceritetin, e kanë prek profesionalizmin, projektet, strategjinë e Federatës Futbollit me cilin kemi shku dhe kemi bën ngritje. Të pranishëm në mbledhjen e kuvendit ishin edhe përfaqësues të Ministrisë së Kulturës, Rinisë e Sportit për të vëzhguar rrjedhën e kuvendit. Këtë kuvend e kishte kundërshtuar ashpër MKRS-ja përmes ministrit në detyrë Hajrullah Çeku, i cili kishte dërguar letër në FFK e më pas edhe në UEFA e FIFA për parregullësitë në shtëpinë e futbollit, por përfaqësues të UEFA-s e FIFA-s ishin të pranishëm në kuvendin zgjedhor duke parë nga afër zhvillimet. FFK-ja ka miratuar unanimisht dhe pa asnjë kundërshtim të gjitha pikat e rendit të ditës, përfshirë edhe buxhetin e vitit të kaluar dhe atë të vitit 2026. Kështu, kuvendi miratoi buxhetin për vitin e ri prej 24.985.000 euro.